processuale. Kush janë ekspertët që Shikues të nderuar të RTI-s, mi të takohemi me një intervistë të radhës këtu në radio televizionin Iliria. Sot kam të ftuar një musafir nga Shkupi, është Farim Mani, besoj që shikuesit tanë e njohin sepse bajegi shpesh I transmetojmë ilahijet e tina këtu në RTI, ndërto më shpeshta që ka qenë dhe është traktimi I Zotit një ilahi, por sot me Farin nuk kena me folë shumë për projektin ilahive, kena me folë për një histori interesante të tij, dhe njëkohësisht unë po mendoj edhe pequa një borni të madhe të tij, për shkak bëhet fjalë do të mësojmë në vazhdim kismet. Faris, selam aleikum, se jeni në Prishtinë. Aleikum selam, mirëse u gjeta. Ti edhe stafin të. Faleminderit shumë. Jena me Facebookut më të kena pas komunikime virtuale, fatikisht edhe mi takuar në Shkup një kohë, nëse të kujtohet. Po, më herë. Por kemi një kontakt informal bëti kështu përmes WhatsApp-it e kështu me radhë. Përmenda në fillim që ju pra jeni marrë dhe mirëni kështu si hobi me ilahi, ndonë se punoni diçka tjetër në Gjermani momentalisht, apo. Mirë pa jo që më kanë përshtypje dhe kam kuptu pas ilahis që ka qenë dhe është ilahia caktimi I Zotit, e kam pyet edhe kam kuptu që 20 vite martesë nuk keni fëmijë. E për këtë temë do të flas, arsyeja që kam thirrë me fol për këtë temë, besoj që ka mesazh për shumë çifte të cilët për 2 javë, 3 javë po ndahen pa pas kur gjë, le më mos provu me një smujë ose me një problem, siç është çështja e fëmijëve që është shumë e rëndësishme. Më s'po që shpjegoj këto ditë pushimi të shkurta më duket I po vjen shpesh këtë. Viteve fundit më të shkurtë e kam bë ka një javë, po shpesh. E këtë e kam bë pak më shumë 2 javë gjithë. A arsyeja pse vjen shpesh? Nonën vi me pa, se është në moshë shtumë edhe vjen vizitoj pak më shpesh. Pra është nona se bebe që po vjen ka shpesh në e kam dash shpesh e marr ka një javë, e vi pak më shpesh. Pra vetëm nonën e keni gjalla, po? Po, baba më kalon 13 vjeç kur I kam pas, në moshën 49 vjeç ka pas ajo. Fare jeni martu që 20 vite dhe s'keni fëmijë. Po, 2005. 2005. Se Shkupi dhe Kosova ato 2005 kemi dallime kështu. Sa është e lehtë me qenë çift bashkëtorë 20 vite dhe mos e pas fëmijë? Vështirë s'është hiç, unë se ndjej vështirë. Pse vazhdojmë vazhdimisht me pasi mitin, shpresa nuk ju më kur. Edhe kur e gjen një çift që është ta ruan derin, e ruan familjen dhe të respekton, fëmia është një dekor I kësaj dhënie, mësane në çef kena, ndrojmë nipat e tonë që I kemi rrit, janë bon prind, e ne po alhamdulillah dhe me nipat e mi me nipat e tonë e hikme atë mungesën e fëmijëve tonë, edhe pse sa është e njëjtë, po ne bëjmë sabër edhe vazhdimisht bëjmë prova medicinale dhe kështu tradicionale. Viti I parë, viti I dytë janë shpresa që mund ndodhë diçka vitin e 3, vitin e 4, vitin e 5, por kur I bën 10 vite, 15 vite, 20 vite, hub pak a shumë shpresa, mund më lodh njëri, mund më ftof. E kemi fillu let njëre, s'po vjen, mëse një vite të shku, hajtë e bëjmë një që si provë pak më të letë, hajtë e bëjmë edhe çka tjetër, shumë familjarët, po pjeqet, haja këtë mjaltë për shembull, ose përdor ushqime natyrale, diçka. I kemi bë këto në fillim, tu shku tu hes koha përpara, domethënë kemi bë edhe prova tjera medicinale. Vazhdimisht, domethënë gjithmonë kur shoqja ka dashur, s'ja kam prish kur. Alhamdulillah, ajo mirësia tjetër që Allah na ka dhënë është që gjitha provat që e kemi bë pa hi borxh, pa na ndihmu dikush. Domethënë një mirësi tjetër që dikush don me bë provat, po si ka mundësit. Ne Allah na ka mundësuar gjithmonë që kemi dashur me bë diçka mirë ekonomike, domethënë. Po, se ka kostën e vet. Po, ka kostet e veta, ne kemi bë gjithmonë, domethënë edhe tash që kemi marrë këtu ne, gjithkush që na don edhe na ashtu, hajtë pa është zotin shkot që të bane se filoni ty ka bo sebeb, po kam shef, unë më bo sebeb që ndoshta dhe të ju ndikon. Dasha mirë, familjarët, gjithë na japin këshilla. Hajtë shkot që të provoj të ki doktor, ose pje këtë lëng, pje këtë, mere këtë ushim, shko bani masazhat që janë ato gratë që I bën masazhet mitrën që pa qesin vene, ku I dion ato.
Edhe ato i kemi bo, dhe më ku donë përveç aty ku na ndalon feja, në çdo lëvizje që kemi bo, si nga ona medicinale, si nga pijet, si nga mënyrët e masazheve shka bon, jam konsultu gjithmonë me xhallar të i pyet italian. Domethënë ato janë vetë ato që na kanë thonë, na kanë udhëzu me provu pjesën medicinale. Pra, ku dëgjoni dikun që dikush ka gjetur ilaç për me pas fëmijë, padyshim që keni me kontaktu me njëherë me këshyr kusht edhe me provu edhe shans. Shumë na thënë. Domethënë do kush që e merr vesh, Menja na thot një vend këtu ka pas rezultat, shkoni që aty, po janë aq shumë që s'mujmë me i mri krejt. Qatë shumë që ka lojme prej shqiptarëve. Po, shumë. Po flasemi për dashurinë sepse në fakt sot e thash fillim që ka shumë probleme çiftet bashkëtorë pa pas asnjë sprovë në kuptimin sprovat më dhaja sepse të vogla të gjithë jemi pjesë të tyre. Sa është e lehtë me qenë e dashuruar me njëjtin person, tu e ditë që ndoshta s'mundesh me pas fëmijë dhe s'mund me pas pasardhës. Po normal, është jo dashurinë se nuk e humb as pak ajo, bile përkundrazi e shton se dhimbët. Bashkëshorta kur bojmë in vitro, ai gjithmonë thotë po du me bë që ti me të bab. Ndërsa unë kam e shoh ka ona tjetër, tham kur më thotë a bëjmë këtë in vitro apo këtë provë, tham po më shishë, me bëjmë se po du për ti gjithçka bëj. Edhe s'nalme, domethënë pjesën e dashurisë nuk e humb. Raportet në familje, sepse shpesh dëgjojmë që mund me pasi presion nga thashë themët, pse pe mban këtë grua, pse po rrin me ta ku s'ke fëmijë, po njëkohësisht ndodh edhe e kundërta, edhe tek gruaja më thonë që pse po rrin e martuar me këtë sepse s'ka fëmijë, jeta është e gjatë, andej këndej pra sa mundi me bë ball tyre presioni se ka herë ndihmë ndiku fatkeqësisht. Ka pas për jashtë shembull dikush më thonë si këshill shembull, ke provu me morën për shembull ose fëmia të adoptuar ose me morë ditën për me bashkë domethënë më martu për s'diti, rall kush thot leket, se ndoshta edhe mëshira e njerëzve se na thot, ose thot me morë ditën që më pas, po unë edhe nëse do ta kisha morë ditën se marr vesh bashkë për këtë shkak se e lëndoj. Nuk du që e të lëndohet, pëse atërë unë kam e jo mësë me pas, ne duhet bashkë të dytë me pas. E përmende gjatë bisedës private që një banesë që ke ble, ke lanë e amën saj? Po, kemi ble vitin e kalum, alhamdulillah, lënë e kam mënsu, edhe ishë pa më thonë e, do më thonë e ja kom bo në më të asoj që një jetë e lirë, ta din vetën se do më thonë deri në fund jetës kemi më konë bërë, e i bojmë provat, këto provat fëmis, nëse Allah u dënë me në dhanë, po nëse s'donë, banesën edhe shtëpia është të dyve, po këtë njët e sigur që të honë është deri në fund. Raportet familjare në përgjithësi janë të mira përkundër asaj që nuk ka fëmijë. Po, si nga ona jeme, familja nona po vllazën, si nga ona gruas, të djant, ato bile edhe mundon me kontribu. Gjithë na thonë, nëse diçka ju mungon, na kallxoni. Na tregoni që edhe ne të kontribojmë për amën alhamdulillah s'kemi pas mungesë kur. Jetoni të vetëm? Po. Sepse në fakt edhe në Gjermani. Po kemi shtëpinë tonë, në Gjermani edhe atje jetojmë vetë. Ilahia është caktimi i Zotit, pra padyshim edhe hiç pa dalë ilahia, ju pajtoni me caktimin e Zotit, siç pajtohemi të gjithë ne, sepse kemi kusht të fesë, por ilahia është një mesazh vetë, regjia nëse mundem me shku në background atje në ekran ilahia. Unë në fakt personalisht kur e kam dëgjuar këtë ilahi kam kuptuar që nuk keni fëmijë. A u zhurun Kosova po çet pjesë? Në Shkup. Se po ngjon pak me urën e fshatin Xhakova atje. Ja kjo është ura është e ndërtuar me vjetër. Po shpresoj që s'ka më në zonë copyright se më të qitë edhe në RTI. Na flesi pak për ilahin, se lindi ideja, ishte ideja jote apo? Pa ta ndëshuar një rast ku një çiftit, po du me caktuar vendin edhe ku se ndoshta më pas të ndërgju që vjeria e asaj, dhe më thonë, e asaj nusës, kanë inzistuar dhe e kanë ngushtu. Që është e mosh me thash që ato duhet me dhonë vullnet, edhe pse sot kanë fëmijë ato, Allah i ka dhënë vlad. Po në atë kohë, dhe më thonë, dëgjova edhe me shumë keq, ndjeva shumë keq. Mi thonë atij djalit kisha frikë se i bojnë presion edhe alo më shumë çish ke treguti për këtë rast. Që ne po të ngushtojmë për të flasim për çështjen e fëmijëve. Merr ide e thira autorin e shkrimit Krishnik Avdiu, e përshëndes. Ai po thot, fare nuk ban këtë ilaj kështu me bë se ndoshta Allah t'jep pas disa vetëve dhe nuk du me bë vajtuese këtë që o zot pse s'po më du ta jap këshilluese që çish me bë sabër, çish me pas. Okej, veç këtë ja më thon. Do të thon shkrim tekstin e ka bën Krishnik Avdiu,
e kam kënduar. Këtu në video është edhe bashkëshortja ime. Pra dhe gruan e keshin në klip. Ftira nuk e kemi qitën, vetëm pjesë kështu. Kemi dhënë mesazhin, po një mesazh është shumë i bukur. Mos taktimi i Zotit. Pas taktimi i Zotit, domethënë aty me lutje, me sejdë, me sepse ju përmendoj edhe pajtohen padyshim çdo kush pajtohet me saktimin e Zotit, por pastaj ke puna raporteve mes shifteve, mes bashkëshorteve, sigur thehet pak, lëviz dhe ndryshon pak, qoftë që theti marr dytën, qoftë mundar, qoftë problemet sidomos që janë të brendshme nga ona e vjehrive, ka di më kontra problemet e vjehrive, raportet që dashur pa dashur ka mund të ndikua edhe te nusja edhe te burri dhe pastaj unë fallej shtyme që prishet diçka atë. Ju keni ballë sa ose s'keni pas fatikisht. Absolutisht se kemi pasën edhe s'ku mendu kur mi thonë që ne s'po kemi shembull ta marr dytën apo me unda apo mi ditë që kur s'kemi pas në xhenet e dim që kemi pas atje. Po si reagoni kur ishin fëmijët e tjerë, nipat mesat? Po tash me nipat e tonë, mesat e tona kënaqem, se unë nipin tem e kom rrind, e kom ushi, arrita martu, bile jam konë në mësit me për nipin tem, edhe rritën tash luj me fëmijët atina, me vajzën Elsën edhe vajzës tjetër. I dojmë, edhe shoh që ashtu e ka rritë mesën e vetë, arritën, janë martu tash, i dojmë atë, dhe më thonë, kuptohet, ndonjëherë kur i shef fëmijët e tjerëve si hafëza, kur i shef që bëhen hafëza, tjetë merak ta kisha pas adhone, kur i shohim tjertë, ku bëhen fëmijët me drogë, ose u rrugët këqija, themi, ndonjëherë themi, ose ka raste ku i ndërgjojmë atë që 5-6 fëmijë kanë lënë plesht vetë. Shpesh tham shoshës temi, tham, ndoshta më lehtë kemi me kalu ne, nëse ne mbjellim tash, bëjmë sabër, donojmë, bëjmë apëm në sadaka diçka, edhe shpresojmë në Allahun, sigurisht kemi me kalu ne më lehtë pleshnisë këto që i kanë, e nuk ja udhim vlerat, e nuk i edukojnë. Edhe këtë ja tham shpeshherë kur Merejm a.s. e ka lind Isën a.s. pa burr hiç, ne veç jemi çift, s'kemi nevojë me u bë merak, mjafton Allahu të thotë bëhu, edhe bëhu pa problem. Pra, në fakt kur shohim fëmijë të cilët kanë arritur suksese të mëdha, marrim lakmi, por kur shohim një pjesë tjetër, që s'është edhe e vogël që po bojnë krime në kultimin, po shkojnë rrugëve të gabuara, shpeshherë na shkon mendja që themi që ndoshta më mirë. Edhe Allah diku është hajri ku është. Edhe atë kërkojmë, ne kur bëjmë lutje gjithmonë tham, o Zot na jepat çka është hajër për ne, e nëse nuk është hajër edhe na se ka dënyer edhe fëmia, çon ka xhenemi. E ne lut Allahun që nëse është hajër na begaton, për ndryshe edhe kështu që jemi vështirë shkon, kuptohet lakmia sen, po jemi pajtohemi me caktimin e Allahut edhe vazhdojmë. Por asnjëherë s'jeni ndal përveç lutjeve dhe me marr shkaqet sebepet në për ordinancën apo mjekësi popullore, qoftë Kosovë, Maqedonia, në Gjermani, pra asnjëherë nuk dorëzohen që më thonë s'po ka fëmijë shnosh, por vazhdimisht bani përpjekje ndryshme. Kemi ndaluar ndonjëherë për shkaqe se injeksionet janë shembull shumë të forta dhe për çështje shëndetësore, kemi bë pauzë, por ndryshe seminal, edhe se kemi menën monal derisa parsi që është e lejuar i provojmë. Kur ta shohim që po vazhdojmë njerë, caktimi nuk i dihet, edhe sebepet i morëm aty ku halal. Pra shpresat asnjëherë nuk i humbin. Ja, s'kur. Dhe shpresoni që një ditë komi përgjigjë Allahu lutjeve të juaja. Po patyshim ashtu ka përgjigje edhe shumë të kalunve tjerëve, po edhe pejgamberëve kemi. Keni kontakte me çifte që s'kan fëmijë me vitet të tona? Sidomos kur shkojmë na për ordinanca takomi aty në shumë çifte. Po, edhe secili ka tregon historitë e veta, tregon që dikush e ka nga stresi, dikush pasi i ka hik gjitha problemet, Zoti ka dhënë, dikush pasi e ka adoptu fëmijën, i ka hik brengat edhe i ka dhënë Zoti fëmijën dhe fëmijën e vet. Ka shumë lloj raste. Atë që janë të smund nga zemra, i din gjitha simptomet e zemrës. Ato që janë presiva, apo secili ne jemi bë mjek për vetin ton. Secili me hallën e vet dhe pastaj ka mësuar ato ilaçet e smundjes vet. Dimi ku me shku, dim çish me fol, kur na tregojnë mjaftë dim se ku e kanë qëllimin, jemi mësuar. I kemi mësuar për 20 vite. Po ata që janë çifte të reja, ndoshta 2-3 vjet, 4-5 vite s'kan fëmijë, edhe kur i shërituan ku shumë për 5 vite. Ndërka që ju i keni që 20 vite, çfarë këshilloni? Habitëm, pse? Nuk është,
njeri parimisht fillimisht duhet të kuptohet me gjithë bashkëshortën e cila do të rritë do fëmijë të hajrit, ama parimisht si fillim duhet me morë bashkëshorte për me jetu me ta. Atëre dhurata shka të vinë për zotë të tjera, vinë, ama ti kotë nëse me ndonë veshën për fëmijë, atëre ke morë si një robot, si një fabrik vetëm për fëmijë. Kështu që dashnia nuk duhet në fëmijë, po duhet njerë me fillu. Që është këshilla jote për ata persona, ato çifte që me 2-3 vjet që nëse s'kan fëmijë, ndohen ose shurëzohen. Mos me udhërzu, mos me i mërzit prind, se prind e kanë alo ma fështirë kur i shojnë. Nana ime gjithmonë kur sillet, prit përgjigje a ka, a e konë. Vazhdimisht edhe tash që ka mërin moshën e shtyrë, a i ne konë të miko, a kemi bo më nësen, a konë a i tre. E për prindin alo maran, që jo me i bo presion e me as vjerit, pas as nusën, se do mas duhet me dhonë vullnet, me provu shpresat me s'me up. Se kemi raste kur janë da qiftet, shembull, aj që ka kozu, shembull, burje ka kozu grujen, gruja është martu, ka li fëmi, e ki ka me pa fëmi, ose e kondërta. Kondërta. Andaj është mirë mos më gut. Ja, vazhdo hec. Hec, majë ty, nëse do në Allah, të shanë sprovë, ne dim që sprovat pas të ishë problemin. Edhe nëse shprovan, Allah të më thonë të vlerëson. Edhe udhëtimet, pushimet i bëni bashkë me gruan, apo? Po. Unë edhe në tribuna kur shkoj me kënu i laji, ose tash sot në Prishtinë e ku morë, apim një kruk Prishtinës edhe pas... Pra nuk jelësheni kom një tjetër, ma shqip. I sfidojmë, bile sfidojmë. Ajo mënohet mu me mbo të lumëtër, unë ata, s'pak bile nuk në pengon që është e fëmijëve. Pra jep një shembull të tjerëve që bi gjitha me qenë dashuria mes çiftit, pastaj sprovat të cilat mund të vinë, mund të na godasin, duhet me qenë ato që nuk banë me ndikune në bashkësi. As pak. Por koplet tjerë që pëndohen. Ndohen gabim, unë e shoh shumë gabim. Ka tjerë që i kanë edhe fëmijët edhe ndohen. Po, arsye ndryshme kuptohet. Unë shpesh frik para një kohë, dëgjova një rast, janë do për çështje, kanë 3 fëmijë, 4, janë do për çështje materiale. E blete se blete. Dhe më thonë, ati më burrit bile takova, thash, ti Allah të ka dhënë e vlad, edhe pëndosh për material. Unë kam harxhu material për me pas atë vlad, e s'pe kam, ti dhe më thonë, po jep edhe për material edhe vlad, se kemi mit edhe pa material. Edhe vlad po do në mi hekën. është shumë e gabushme kur shkon menon më nda, edhe pse edhe kur kanë fëmijë ndahen, po. Po dalim pak tek, nëse s'kemi shumë diçka tek e pjesa e kësaj historie 20 vjeçare, po dalim pak te, me qenë se jeni edhe i lahist, mirë pak a shumë projekte ku të keni kohë besoj, ku alir. Pushimet kur kemi këto. Po thosë në çdo sezon kemi nga një lahit të re, disa po dhezin, disa jo, varet çu e kap. Po. Dhe kërkesa audiencës. Po është edhe pjesa tjetër që po shkruhet dhe po thuhet që janë bërë shumë ilahista, në fakt që janë bërë shumë. Çu është për shkak projekti ilahive? Kujt, unë i baj si këshirë tjerë, të thamë drejtën, kur vjen koha me orë këtu, në pushim e baj, se atër këtu i kam studiet, i kam inqizimet i baj këtu, edhe e baj, e lëshoj. Ajo që donë, hejt, ka rast kur kum pagu shumë, ma shumë se tjerat, edhe kemi bo filmime ma interesante, shumë pakajt. Ka një me telefona kemi bo shimë dhe inqizimin, ka ishë ma shumë sa të tjera. Në varë që rok vejshi njerëzve, që merë që mori njerëzit, sa është komerciale. Unë mundohem i dhonë pak ma shumë ato shkanë mesazhet bukra me dhonë. Me dhonë një mesazh edukativ apo... A është profitabil, ose profitabile më morë me ilahi, ka është biznes, a më në mi thonë? Unë jo, të unë nuk e kam atë për përfërtime, tash që një vjetë e kam hapë kanalin tem, se edhe në të kalumë s'kum pas, e kum pas lonë kanalin, menaxherit tem e kum pas lonë ati, edhe unë s'kum pas fitime kur, asë edhe kështu kur më ftojnë në për xhamia, apo për bajram, apo në për dikon, nuk s'ka ndodhë me li para unë. Dhe më thënë e kam hobi, me dhonë një mesazh për opinion edhe asë zhëmësh. I ke pasë dhe disa bashkëpunime? Po. Me Nusret në kone bashkëpunimi para? Po, i lajnë e dytë e kam me Nusret Kurtishin. A dytën, a? Po, i lajnë e dytë. Parën e kam pas, mos më thoni Gurbeqar. Dyta, po, muslimat dhe shqiptar me Nusretin. E treta ka qenë me Amar Ismailin edhe Ekzon Abazin. Edhe dashuria për Allah. Edhe kanë vazhdu, e kom fillu për një vetëm. Ishim ashtu me Azbin, tash
tha për ishim të knu, të vëzit në kjerë, në makinë edhe, tha për shkoj kazani, tha për, apo më ba thash një tekst, ta jap një mesazh për ne kur beqar që na mungon e zani atje. E boni, dhe më tha e kënova të parën, ditën hish pa ja lip ma boni, edhe tjerat vetë, çdo vet po dela janë hajt një ide, hajt të po e bëj edhe çka edhe vetëm për me dhënë një mesazh se jo për fitimin. Momentalisht Shkupi po prind me Ilahista. Sa diun nëse s'po gabon. Ne kemi dy mat shkan mat Ademin dhe Ademi edhe Nusreti ato janë mat që Allahu i ka dhënë bereshet më shumë edhe inshallah Allahu është problem për një jetin edhe punën që e bajnë. Tjerë ne jemi kategori pastaj vazhdojmë kush më shumë kush më pak. Ato janë po se cilë me qëtojnë populli me kaqikën e vetë. Në për dasmana, për hengë kështë familjare, keni ko me shku? Sëm ka ra këto në Gjermani kemi ikon disa, në disa jemi ikon edhe kam atje edhe një kolegë Orhan Regjepin në përshëndes edhe me atë bashkë jemi me një qytet edhe kur kemi në për xhamia që naftojnë për Bajram ose ka në tribunë për manifestime diçka, shkojmë edhe atje po shumë rrallë, se edhe Koska mund punojmë. Pra bëni punë tjetër këto a keni si hobi? Po në kamion, shofer, vaziti edhe kënaj. Dhe jeni që sa vite në Grybet? Prej vitit 99. 16 vite gjysë 17 në Itali kam qenë, tash që 8 vite në Gjermani, gjithsej 26 vjetë po i vaj. Me këndu, keni këndu si në shofer, the? Po në shofer, këna, vazit e këna. Jalla shofer, jalla. Jalla i shofer, jalla. Ate Farid, besoj që pikat kryesore të këtij muhabetit, këtij diskutimi vëllazëror dhe shoqëror, u cekë nëse kemi harruar diçka që është shumë e rëndësishme qoftë në pjesën e parë asaj me bashkëshortën, qoftë edhe tek kjo, mundesh më na rikujtuar nëse jo. Faleminderit shumë për rrugën se prej Shkupit më ardhe në Prishtinë, është nuk është shumë larg, por çështja e kofeve, temperaturat e larta e kështu me radhë, por gjithsesi besoj që ja vlen për shkak të pjesës së parë të çështjes së bashkëshortësisë, që ne sot jemi dëshmitarë që kemi shkrollëzime jo me 10 apo me 100 mëna muajt edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë në përgjithësi, për arsye banale ose arsye shumë të vogla lema me pas kësi probleme apo më kësi sprova të cilat secili ka qenë me pas fëmijë. Po siç e thash, edhe Ilahit kur i baj për hir të Zotit, me dhoni mesazh, edhe këtë sot e erdha për hir të Zotit me dhon këtë mesazh. Lut Allahun që të jetë një këshill e mirë për ata që s'kan kush s'ka le të bën sabër pak, ndoshta kur ai që ndodh dinjer e takoj dikon që ka 10 vjet edhe e bën shumë të madhe. Edhe unë vetëm me ngoj. Kur e merr vesh unë 20 vjet gati ose vitin e kaluar ishim me njonin, ai gati shtmoni eri. Edhe kur më mur vesh 20 unë po them, "Ban sabër valla, po ti nuk je ti që mundesh me blej diçka." Pa edhe nëse martohesh për ziti, nëse kimës me pas, kimë pas edhe me tjetrën. Pse po e han veten. Domethënë edhe këto ka marrën për hir të Zotit. Unë ju falenderoj juve shumë. Këtë televizionin e përcjellim vazhdimisht. Edhe të i morr këshilla që i morëm këto ne, ishte kënaqësi që sot jam edhe këto ne na dhoni mesazh të mirë. Faleminderit shumë, inshallah shihemi në emisione tjera kur do të ne japë lajme të mira. Faleminderit. Të nderuar miq të TV, kaq për këtë intervistë apo bashkëbisedim me Fani Manin, takohemi në biseda tjera. Asalamu alaykum dhe mirë takofshim. Kush janë ekspertët që